Pak para se të futet në kuvent për ndjekur seancën plenare, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha vajti një fjalim para gazetarëve. Ai e konsideroi projekt ligjin për barazinë gjinore si pjesë e një doktrine post-marksiste që sipas tij synon të shkatrojë familjen si qeliza themelore e shoqërisë. Një ligj të doktrinës post-marksiste, doktrinës më njerëzore që qarkullon sot në botë, që dallon nga ajo e Marksit sepse ajo bazohet në pronën private, kurse kjo shkon më tej, sepse bazohet në shkatrimin e familjes si qeliza bazë, tha Berisha. Kryetari i PD-s e akuzoi projekt ligjin se cënon nenet kushtetuese që mbrojnë lirinë e besimit dhe të shprehjes, duke e cilësuar si një hap drejt totalitarizmit. Sipas Berishës, ligji nuk e shpreh hapur këtë qëllim, por përmes termave si gjinime, përkatësi të shumëfisht, ai dorëzon tekstet fetare në duart e censurës dhe shtetit, penalizon ligjet, kushtetutën e vendit, nenet e familjes, penalizon përmbys nenet e lirisë së besimit, nenet e lirisë së mendimit dhe shprehjes së tij, de facto në emër të përafrimit me direktivat europiane, që është edhe mashtrimi më i madh. Ligji çon në shpejtësi të totalitarizmit. Ky ligj është identik dhe i njëjtë me atë që shpalli Shqipërinë, shtet ateist në kushtetutën më të keqe të planetit. Në vitin 1974, në gërm nuk e shpreh këtë ligj, por në termin e higjinisë me përkatësi të shumëfisht, ligji dorëzon plotësisht Kuranin në duart e censurës dhe të shtetit, dhe asnjë nga udhëheqësit moral të besimeve fetare nuk do mund t'i lexojnë ashtu siç janë, sepse do konsiderohen se po diskriminojnë, por ligjin do shkon prindrit që do mund të penalizohen nëse duan që i linduri i tyre djalë të rritet si djalë. Ata do dënohen sepse faktikisht identitetin gjinor nuk do e përcaktoj më natyra e biologjia, por shkollat dhe shteti. Në gjitha kodet e vendit, pretendimi se ky është përafrim me BE-n është mashtrim. Direktivat europiane në asnjë rresht nuk bëjmë fjalë për gjinim me diversitet të gjerë apo përkatësi gjinore të shumëfishta, janë të gjitha mashtrime në emër të një ideologjie, monstre e së cilës është George Soros, tha Berisha.